Sanctam, vi per eplogimeni, send hoc
σου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένων Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών Χριστόν το Θεό παραθόμεθα. Shpëtona, o Ngushëllim,
shihir dhe paqe nga Perëndia, atyne dhe nga Zoti Isu Krisht. Së pari e falenderoj Perëndinë tim përmes Isu Krishtit për ju të gjithë, sepse besimi juaj po bëhet jonë të rëbotër e kini të mu të vite juve në fund. Kam shumë dëshirë të shoh për këtë do një dhunti shpirtërore që të forcoheri. Dhe Zoti jepi një atij që lyp prej teje, edhe mos e kthe fytyrën me janë nga ai që të hua prej teje. Keni dëgjuar se është thënë, të duash të afërmin tënd dhe të urresh armikun tënd. Por unë po u them juve, doni armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë juve. Bëjuni mirë atyre që ju urrejnë, edhe lutuni për ata që ju bëjnë keq e ju përdjekin juve, që të bëheni ditë Atit tuaj që është në qiell, sepse ai bën në diellin që të rrit mbi të ligje mbi të mirë, edhe lëshon shiun mbi të drejtët e mbi të padrejtët, sepse në doni ata që ju duan, çfarë pagë keni? A nuk bëjnë të njëjtën gjë edhe targa mbresit? Edhe në përshëndetjen dhe të vëllezërit tuaj, ç'bëni më tepër? A nuk bëjnë kështu edhe targa mbresit? Bëuni pra ju të përsosur, siç është i përsosur Ati juaj që është në qiell. Le të themi të gjithë me të shpirtin e me tërmendjen tonë, le të themi: Zoti mbështetshëm Perëndije dhe vetan të lutemi dëgjoj më shiro. Perëndi sipas mëshirës sate të madhe të lutemi dëgjoj më shiro. Lutemi në të krishterës festar dhe ortodoksë. Lutemi dhe për Patrikun Ekumenik Bartolomeu dhe për kryepiskopin ton Anastasi. Lutemi dhe për mitropolitin Athilojin dhe episkopin Asti. Lutemi për vëllezërit tanë, për të rinjtë e monakët e diakonët, monakët e për të vllazërin tonë më Krishti.
mbretërinë e tij, gjithnjë tani për herën e jetës të jetëve. Zoti Perëndi, në mbretërinë e tij përgjithmonë, tani e për herën e jetës të jetëve. Krye priftërinë. E të Zoti Perëndi në mbretërinë e tij, gjithnjë tani e për herën e jetës të jetëve. Dhe të gjithë hierarkët që marrin pjesë në sinodin e shenjtë dhe të madh pan-ortodoks, dhe të gjithë vëllezërit tanë në Prishtinë, udhëheqën dhe ushtrinë e këtij populli, të gjithë ata që banojnë dhe ndodhen në këtë qytet, e noritët e pitrovët dimtarë dhe dhuruesit e kësaj kishe të shenjtë, të gjithë ne që marrim pjesë në këtë liturgji minore, na kujtoftë Zoti Perëndi, mbretërinë e tij, gjithnjë tani e për herën e jetës të jetëve. Amin. Krye priftërinë tënde, e kujtoftë Zoti Perëndi, në mbretërinë e tij përgjithmonë, tani e për herën e jetës të jetëve. Patriarkët, kryepiskopët, mitropolitët, episkopët, të gjithë që kanë ndruar jetë me shpesh ngjallë dhe jetë pasosur, i kujtohet të Zoti Perëndia ynë, mbretërinë e tij, gjithnjë tani e për herën e jetës të jetëve, ndërtuesit e lutur dhe gjithmonë kujtueshëm, ndërtuesit dhe dhuruesit e kësaj kishe të këtij manastiri të shenjtë, ata që ranë për fe dhe për avre dhe të gjithë vetët e vëllezërit tanë që kanë ndruar jetë me shpesh ngjallë dhe jetë pasosur. I kujtoftë Zoti Perëndia në mbretërinë e tij, gjithnjë tani e për herën e në jetës të jetëve. Amin. Le ta plotësojmë lutjen tonë ndaj Zotit. Për dhuratat e çmuara të parathëna le t'i lutemi Zotit. Për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që hyn brenda në të me besë, me sari dhe frikë Perëndie le t'i lutemi Zotit. Të shpëtojmë prej çdo idërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje le t'i lutemi Zotit. Për krahna shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin tënd. Birin e Perëndisë, të vetëm lindurin, që lindi prej atit përpara gjithë shekullve, dritë prej drite, Perëndi të vërtet për Perëndije të vërtet, të lindur jo të bërë, që ka të qenën dhe me atin, me anin e cilit u bënd e gjitha, që për ne njerëzit e për shpëtimin tonë, zbriti prej qive, dhe u tërpësua për shpirtit të shenjtë të Bigjëreshës Mari, dhe u bërë njeri, dhe u kryqëzua për ne në kohën e Pontit Pilat, dhe pësoi u baros, dhe unë gjallë të tretë në si pas shkrimeve, dhe unë gjitë në qejë, dhe rinë të gjatë të atit, dhe do të vi për sëri me lavdi, dhe gjykojë të gjallë dhe të trekurit, mbretëria e të cilin nuk do të ketë marim, dhe në shpirtin e shenjtë, Zoti i bërës, që buron prej atit, që adhurohet dhe lavdërohet bashkë me atin e me birin, që folin nga anën e profetëve, në një kishë të shenjtë katolike dhe apostolike, po një plagësim për mbjesën e mbralleve, pres njallën të
të jetë në arshën e ta mëshuar. Amin. Le të qëndrojmë mirë, le të qëndrojmë me frikë, le të kemi kujdes që ta blantojmë me paqe terrorin e shenjtë. Le t'i ngremë lart zemra. Le ta falenderojmë Zotin.
Zot, bekon kryesot i shenjtë. Ai që dërgoi për qiell dhe shpirtin e tij të rishit në formë ngjyrësh të flakta, me nxënësit dhe apostujt e tij, të shenjtë Krishti perëndimin e vërtetë me ndërmjetimin e nënësit të pasur nuk e pa përlyer, me fuqinë e kuqit të çmuar dhe të bërës me bërë të fuqive të Allahut. Όταν άρχισε η προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, μια εκκλησία ήταν σε μια βαθιά δοκιμασία, σε ένα συνεχή διωγμό και στο τέλος μέσα πραγματικά στον τάφο μέχρι το 1990. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και εσείς προσωπικά πήραν την πρωτοβουλία να στείλουν κάποιον από εκεί για να δει τι έχει απομείνει από την τεράστια περιπέτεια της Εκκλησίας που όλοι φανταζόμαστε ότι είχε οριστικά πεθάνει, όπως κάποτε η Εκκλησία της Περσίας. Εσείς, μετά από αυτή την πρώτη φάση αποστολής, σκεφτήκατε να αποστείλετε εκείνο το κόκο του Σύμπου για να βρεθεί σε μια περιοχή που όλοι την έλεγαν χωματερή, γεμάτη από ουνάκες και που ήταν συνεχώς κάτω από χαλαζόπτωση, χιόνια και πάρα πολύ εισμένες συνθήκες. Με τη χάρη του Θεού σε εκείνη την τέως χωματερή υπάρχει σήμερα μια άμπελος του Κυρίου που φέρνει καρπούς. Και όπως βλέπετε έχουμε έρθει πραγματικά εκπροσωπώντας όλη μας την Εκκλησία και επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονος και η κολοδία μας και οι λαϊκοί και οι μοναχοί μας και οι λαϊκοί και οι λαϊκές ακριβώς για να μετάσχουμε όσο μπορούμε πιο δημιουργικά και δυναμικά σε αυτό που ήταν τώρα με τη ζωή σας αυτή η σύνοδος. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια έκφραση ευγνωμοσύνης στον Θεό, αλλά όχι μόνο στον Θεό, αλλά και στους εκείνους οι οποίοι εξ ονόματός του προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες μέσα στην Εκκλησία και σε κάθε πιστό ο οποίος αναζητάει την αγάπη του Θεού και το ενός του. Ακόμα μια φορά, έτσι γλυκά, θέλουμε να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Έχετε ακούσει πολλές φορές διάφορες φήμες σε διάφορες γλώσσες. Θα παρακαλέσω τη χρονία μας να πει τη φήμη σας και στα αλβανικά. Και αντί για άλλα δώρα και άλλα και σπουδαία πράγματα, έχουμε φέρει μαζί μας 3 νέους τόμους που στα ελληνικά, στα αλβανικά και στα αγγλικά έχουν περιλήψεις για τα έργα αυτά τα οποία έχουν γίνει στην Αρχιεπισκοπή και στην Μητρόπολη Ελληνοκάστρο. Ακολουθούν 2 άλλοι τόμοι για τη Μητρόπολη Κομιτσάς και Λαρατή. Είναι από εκείνα τα βιβλία που ξεφυλίζονται εύκολα, νομίζω, και αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες πλευρές. Να μας επιτρέψετε απλώς. Σας ανήκουν όλα αυτά, γιατί εσείς βάλετε το πρώτο σπόρο. Το έχει πάει. Διάσκοπος